Ti mundesh me fal namaz, ti mundesh me agjeru Ramazan, ti mundesh me bon sabër nga etja, por në anën tjetër akuzon, ofendon, mallkon dhe të tjerët i gjuan me kufër dhe mosbesim. Atëherë vllavi jem ti je sikur se thesi i shkyer, në një anë me vështirësi e mbush thesin me shpërblime, kurse në anën tjetër me lehtësi i shpraz ato. Ti mundesh me dhon sadaka, me dhon lëmosh, mi ushqit të varfërit, por ti në anën tjetër ata i rëndon, i nënçmon, ju bërtet. Atëherë ti e bon sikur se thesi i shkyer, në njërën anë e mbush thesin me vepra të mira, kurse në anën tjetër ajo derdhet. Ti mundesh mi gostit familjarët, ti respektosh musafirt, por pasi ata të shkon dhe të largohen nga shtëpia jote, ti e përgojon. Ti ja shpalos të metat dhe dobësit e ti. Atëherë i nderuar ti je sikur se thesi i shkyer, pasi me shumë vështërsi e gostit të musafirin. Ti e ki fitu shpërblimin mirë, por në anën tjetër me përgojimin e ti, ti i humbe dhe i derdhe gjithë ato të mira që sakrifikove për të. Vllavi jemi dashur, ti mundesh ti nënshtrohesh Allahut subhanahu wa ta'ala. Por ti i nderuar nuk i nënshtrohesh prindërve, nuk e viziton farefisin, atëherë ti je sikur se thesi i shkyer. Ti në njërën anë e mbush thesin me vepra të mira, kurse në anën tjetër i derë të mirat e tua.